Antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s, Jon Frshkovski, akuzoi sot qeverinë dhe kryeministrin Hristijan Mickoski për, siç u shpreh ai, dështim të menaxhimit të krizës me ujin e pishëm në disa qytete dhe vendbanime të vendit. Në një konferencë për shtyp, Frshkovski deklaroi se uji nuk është më i përshtatshëm për konsum në 7 vendbanime, duke përmendur Gostivarin, Vallandovën, Krushevën, Plasnicën, Prilepin, Leshkën dhe Preglovën. Sipas tij, ekziston rreziku që ndotja të përhapet edhe në zonat të tjera që furnizon nga burimi Studenčica, përfshirë Krčovën, Makedonski Brodin dhe Dolnenin. Во вакви околности на затруени цели. Uji tashmë nuk është i pishëm në 7 vendbanime. Pyetja është cili qytet do të jetë i radhës. Nevoja më themelore e qytetarëve për ujë të pastër dhe të shëndetshëm është vënë në rrezik. Frshkovski kritikoi edhe shpenzimet e planifikuara për organizimin e festimeve të ditës së pavarësisë, duke vlerësuar se në kushtet e krizës me ujin nuk është e arsyeshme të ndahen 5 milion euro për këngëtar dhe artist. LSDM kërkon që këto mjete të ridrejtohen për investime në infrastrukturën ujësjellësit, përfshirë impiante për pastrimin e ujit, stacione filtrimi, rezervuar, rinovimin e rrjetit ujësjellësit dhe instalime të reja. Бараме да се пренamenat овие 5. Mënyra më patriotike për të shënuar ditën e pavarësisë është të sigurohet ujë i shëndetshëm për qytetarët e Maqedonisë. Kërkojmë që këto 5 milion euro të ridrejtohen dhe në vend që të shpenzohen për këngëtar të shtrenjtë, të përdoren për ujë të pastër për qytetarët. Impiante për pastrimin e ujit, stacione filtrimi, rezervuar uji, rinovimi i tubacioneve të ujësjellësit dhe instalime të reja. LSDM akuzoi qeverinë se nuk ka qenë transparente lidhur me shumën që planifikon të shpenzojë për organizimin e festimeve, duke pretenduar se këto mjete do të ishte më arsyeshme të investoheshin në zgjidhjen e problemeve me furnizimin me ujë.